Në një vend ku drejtësia duhet flasë para, heshtja ka marrë komandën. Dosja e vrasjes së Egli Progës, një nga ngjarjet më tronditëse të Pogradecit, është zhytur në një qetësi të frikshme burokratike. Dita kalon, muaji kalon dhe dera e qelis është ende bosh. Dy të dyshuar për vrasje me dashje, Leonida Guçe dhe Denis Meçe, lënë qelit pa shumë zhurmë, si të ishin pjesë e një procedure rutin, por pas kësaj rutine fshihet një fakt që ndez zemërimin e çdo qytetari. Prokuroria e Korçës ka shkelur afatet. Një jetë u shua, jeta e Egli Progës, babai i 2 fëmijëve, ndërkohë që të gjithë të dyshuarit kryesor, ata që goditën, dhunuan dhe sollën vdekjen e tij, ecin të lirë jashtë qelisë pas një pengesë. Procedurat e prokurorisë, vonesat në hetim, mungesa e përgjegjësisë dhe gabimet burokratike kanë krijuar një situatë ku ligji duket se nuk ekziston për të dobëtin, por vetëm për të fuqishmin. Një qytet i tërë u ngrit për drejtësi. Qytetarët marshuan me qirinj dhe fotografi në duar, ndërsa institucioni i shtetit heshte ose punonte me ritëm që u jepte kohë autorëve për të shpëtuar. Nuk ka asnjë ndëshkim, asnjë përgjegjësi reale dhe kjo padrejtësi e hapur është si një mesazh për të gjithë. Nëse je i pafuqishëm, jeta jote mund të thyet dhe askush nuk do të paguajë çmimin. Vdekja e Egli Progës nuk është vetëm një tragjedi personale, por është një dëshmi e qartë se sistemi ligjor mund të ndëshkojë në mënyrë katastrofike, duke lënë të paprekur ata që kryejnë krimin dhe duke shtuar dhimbjen dhe mllefin tek të mbijetuarit. Ishte 10 gusht, viti 2024, një natë që Pogradeci nuk do ta harroj kurrë. Egli Proga, 42 vjeçari, babai 2 fëmijëve, kishte mbyllur lokalin e tij të vogël, Stropska, dhe po ecte drejt shtëpisë. Pamjet e kamerave tregojnë një burr të lodhur, i lëkundur nga një ditë e gjatë pune, por ende me shpresë për të mbajtur familje. Atëherë del para tij Denis Meçe, fillon një diskutim i shkurtër, por tensioni rritet me sekonda. Një grusht në kokë dhe Egli rrëzohet, duke u përplasur me një makinë të parkuar. Prapa tij, Leonida Guçe kishte dhunuar viktimën brenda lokalit dhe bashkëpunimi mes tyre e ka kthyer një konflikt të vogël në një tragjedi të pakthyeshme. Trupi i Egli Progës mbeti i shtrirë në asfalt, mes zhurmës së qytetit që nuk dinte se çfarë të bënte. Kalimtarët shikonin pamundur të ndërhynin, ndërsa një polic afrohet me heshtje, duke ecur ngadalë. Ambulanca mbërriti pas 30 minutash, një vonesë që do t'i kushtonte jetën 42 vjeçarit. Ekspertiza mjekësore nxori shkakun e vdekjes, hemoragji trunore dhe dëmtime të rënda në kokë. Një jetë ndërprerë në mes të rrugës përballë indiferencës së sistemit dhe brutalitetit të bandës. Sipas akt ekspertizës ligjore, përshkruen dëmtimet e konstatuara në trupin e viktimës, në ball, në hund, vesh, në faqe, edhe në supin e majt, dëmtime të cilat janë shkaktuar me mjet të fortë, siç mund të jetë edhe goditja me grusht. Sipas aktit e ekspertimit, shkaku i vdekjes së 42 vjeçarit ka ardhur si rrjedhoje hemoragjisë në cipën e trurit dhe hemoragjisë së indit trunor. Gjithnjë sipas ekspertizës, pas analizës së kryer në mostrën e gjakut të viktimës, u zbulua prania e alkoolit etilik në vlerën mesatare 2.82 gram litri. Familja e Egli Progës nuk qëndroi e heshtur. Leonida Proga, motra e viktimës, ishte zëri i dhimbjes dhe i revoltës. E kanë vrarë, e kanë masakruar në mes të rrugës dhe e kanë lënë. Ambulanca nuk vinte. Djali i tezes e ka gjetur të rrethuar me njerëz. Si ata plera që e dhunuan dhe ja morën shpirtin këtu. Si ata të pashpirtët e tjerë që kërkuan ta mbyllin këtë vrasje makabre me heshtje apo me letra. Kam vetëm një kërkesë për gjithë ata që më dëgjojnë sot. Për pogradecarët, flisni, mos kini frikë, tregoni të vërtetat tuaja për banditët që morën jetën e Eglit. Dëshmoni se ata mund t'ju vrasin vëllezërit tuaj nëse shpëtojnë paq. Tregoni kush i mbron, kush janë kriminalët pas tyre. Kërkojnë nga sistemi i drejtësisë, avokat, prokuror, gjyqtar. Këtë herë nuk ka para, nuk ka miq, nuk ka ndërhyrje dhe nuk ka taraf. Mos bëni gabimin ta godisni me shkelma e me glushta vëllain tim, siç bën barbarët që do të përpiqen t'ju blejnë. Kërkoj vetëm drejtësi dhe asgjë tjetër.
por jo vetëm si shprehje, e kërkoj si vepër. Protesta u organizua në rrugët e Pogradecit me qirinj dhe fotografi të Egli Progës në duar. Qytetarët kërkonin drejtësi, por drejtësia duket se po rrëshqet me zvonesave hetimore dhe lirimeve të pabesueshme të të akuzuarve. Hetimi i prokurorisë së Korçës ka ngecur mbi kamerat e sigurisë së lokalit dhe të një marketi përballë. Një pjesë e pamjeve u fshin, dyshohet nga pronari Voltan Shkullaku dhe të akuzuarit Leonida Guçe e Arjan Manellari me përdorimin e një virusi kompjuterik. Pamjet që mbetën u dërguan jashtë Shqipërisë për ekspertim, por rikthimi i tyre ka vonuar procesin. Leonida Guçe fillimisht është hetuar vetëm për moskallëzim krimi. 9 muaj pas vrasjes u identifikua si pjesëmarrës aktiv në rrahjen brutale të Progës së bashku me Denis Meçen. Këto të dhëna u zbuluan gjatë rrëfimeve dhe ballafaqimeve të pandehurve. Prokuroria ka shkelur afatet ligjore duke lejuar lirimin e 2 të dyshuarve kryesor. Një vonesë që i jep kohë autorëve të qëndrojnë jashtë qelisë dhe shton ndjenjën e padrejtësisë. Nga ngjarja e natës së 10 gushtit deri tek lirimi i akuzuarve, historia e Egli Progës është një rrëfim i dhimbshëm mbi padrejtësinë, vonesat dhe mungesën e përgjegjësisë. Publiku duhet të di kur drejtësia dështon, krimi ushqehet dhe qytetarët bëhen dëshmitar të pafuqishëm të tragjedive që mund të shmangeshin. Në pamjet e kamerave të sigurisë, Egli duket që lëkundet teksa ecën, nuk përjashtohet mundësia që ndërsa qëndronte në lokalin e tij, të jetë bashkuar në ndonjë moment klientëve duke pirë me ta. Në rrugë i del para Denis Meçe. Ky personazh përshkruhet gjerësisht në media si një person me probleme me ligjin, por që nuk veproni vetëm. Pasi i shkëmbejnë disa fjalë, Meçe e godet me grusht në anën e majt të kokës. Egli Proga rrëzohet dhe nuk ka më fuqi të çohet në këmbë. E çuditshme është që nuk ka asnjë dëshmitar të flas për momentin e konfliktit. Policia ka identifikuar Denis Meçen si njeriu që godet viktimën, por motra e tij, Jonida Proga, flet për një tuf huliganësh që u lëshuan duke e dhunuar atë. Në fakt, policia arrestoi edhe Voltan Shulkun, 40 vjeç, Arjan Manellarin, 53 vjeç dhe Leonida Guçen, 47 vjeç, por këta u akuzuan vetëm për moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbardhjen e të vërtetës. Ata u liruan për t'u arrestuar përsëri më vonë. Në lagjen nr. 1 Pogradec, gjatë këtij konflikti për motive të dobta, shtetasi DM, 29 vjeç, dyshohet se jashtë ambienteve të lokalit është konfliktuar fizikisht me shtetasin e P, 42 vjeç, i cili gjatë konfliktit fizik është rrëzuar në tokë pa ndjenja dhe përpasoj ka ndruar jetë. Veprimet e kryer nga strukturat policore të angazhuar për hetimin e zbardhjes në zgjarjes. Marrë njoftim mbi ngjarje në orën 19:09 minuta e disa sekonda. Njoftuar e kërkuar ndihmë mjekësore për spitalin Pogradec në orën 19:10 minuta e disa sekonda. Shërbimet policore në vendngjarje për 3 minuta. Vendosur kufizimin dhe perimetri i sigurisë në vendngjarjen kriminale. Ngritur grupi hetimor i specializuar dhe angazhuar drejtues të drejtorisë vendore për hetimin e krimeve në drejtorinë vendore të policisë Korçë dhe strukturat e posaçme për hetimin e vrasjes. Sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë që mbulonin fushpamjet e vendit të ndodhjes së ngjarjes së rreth kriminale, pajisje të cilat administrohen nga institucioni i prokurorisë për ekzaminim. Shtetasi DM, 29 vjeç, pas konfliktit është larguar nga vendi i ngjarjes, por falë reagimin në kohë të policisë është bërë mundur arrestimi i tij për veprën penale të vrasjes me dashje. E ritheksoj vrasje me dashje e referuar nga policia për organin e prokurorisë. Në vijim të veprime për zbardhje dhe dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarje, shërbimet e seksionit për krime kundër personit në drejtorinë vendore të policisë Korçë, në bashkëpunim me shërbimet e komisariatit të policisë Pogradec, arrestuar në flagrant shtetës. VS 40 vjeç, AM 55 vjeç, LG 47 vjeç për veprën penale moskallëzim krimi dhe veprën penale veprimi që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Këta shtetas ka qenë pranishëm kur ka ndodhur ngjarja dhe nuk kanë kasuar krimin duke penguar zbardhjen e së vërtetës.
Drama nuk mbyllet këtu. Trupi pa ndjenja i Egli Progës qëndron për rreth gjysmore në rrugë, kur e dërgojnë në spital është shumë vonë. Mjekët e fusin në elektroshok, por 42 vjeçari kishte ndëruar jetë. Që nga momenti që nuk e denoncoi shantazhin e bandës së Denis Meçes, Egli Proga ka qenë i ndërgjegjshëm se nuk do të gjente zgjidhje në polici. Është cinike ta thuash, por bindja që kishte doli e saktë, megjithse e pagoi me jetë. Në njoftimin e parë që policia shpërndau për ngjarjen, u tentua manipulimi i skenës së krimit në mënyrë që ngjarja të kalonte si një histori e rëndomt. Policia ju referua krimit si një konflikt për motive të dobëta. Sapo ishte arrestuar një nga autorët e dyshuar, Denis Meçe, dhe policia e përcolli me këtë fjali. Konfliktet për motive të dobëta me një shtetas dhe gjatë konfliktit i shkaktoi dëmtime me pasojë vdekjen, kapet dhe vihet në pranga nga policia autori i dyshuar. Nga sa u kuptua më vonë, viktima Egli Proga nuk kishte asnjë konflikt për motive të dobëta. Denis Meçe i kishte kërkuar të gjitha paratë xhiros ditore për arsye që ende nuk janë vërtetuar. Proga i kishte thënë se kishte fëmijët për të mbajtur dhe për këtë u qellua në anën e majtë të kokës me grusht. Dyshimet janë se Denis Meçe dhe bashkëpunëtorët e tij i kërkonin paratë në formë gjobvënjeje. Të paktën këtë lanë të kuptohet familjarët. Nëse kjo është e vërtet, atëherë kuptohet se policia e zonës ka tentuar të shmang skandalin e zbulimit të një skeme gjobvënjeje. Dyshimet shtohen nga dëshmia e motrës së Egli Progës, e cila tregoi se kur kishte mbërritur në spital, policët i kishin thënë se vëllai i saj ishte rrëzuar aksidentalisht në rrugë. Nga Tirana është urdhëruar hetimi të gjitha procedurave të policisë së Pogradeci. Në momentet e para pas goditjes, askush nuk ka guxuar ta prek trupin pa ndjenja të Egli Progës. Kalimtar të rastit njoftuan ambulancën, ndërsa një polic është afruar pranë 42 vjeçarit të shtrirë, pa e kuptuar që ai ishte në momentet e fundit të jetës. Sipas familjarëve janë dashur 30 minuta që të mbërrinte autoambulanca. Familjarët kanë ngritur sërish zërin jashtë ambienteve të gjykatës Korç, por kësaj radhe ankesa e tyre duket akoma më e dobët përballë mekanizmit që ka vetëm një qëllim, të mbaj anën e më të fortit. Në fund, historia e Egli Progës mbetet një kujtesë e hidhur e asaj se si dështimi i drejtësisë mund të shndrohet në tragjedi të papërshkrueshme. Një jetë u shua, por askush nuk u përball me përgjegjësinë e veprimeve të tij. Një qytet i tërë mbeti me zemër të thyer dhe me një ndjenjë pa fuqie përballë sistemit që duhet të mbrojë jetët e qytetarëve të zakonshëm. Lirimi i autorëve, vonesat e hetimeve, manipulimi i provave dhe indiferenca e institucioneve nuk janë thjesht gabime burokratike, janë plagë të hapura në shoqërinë tonë që tregojnë se kur ligji dështon, viktimat nuk marrin drejtësi dhe të gjallët mbeten të braktisur. Egli Proga nuk është më, por rrëfimi i tij duhet të qëndrojë si paralajmërim. Padrejtësia që lihet e pandëshkuar ushqen dhimbjen, mllefin dhe humbjen e besimit në çdo institucion, lë pas një boshllëk që asnjë dokument ligjor nuk mund ta mbush dot. Pogradeci është tronditur nga një ngjarje e rëndë që ka lënë të gjithë qytetarët në dhimbje dhe revolt. Egli Proga, 42 vjeçar, baba i 2 fëmijëve, u vra në mënyrë brutale më 10 gusht 2024, një ngjarje që ka ngjallur shqetësim të madh për vonesat në hetim dhe procedurat e papërgjegjshme të drejtësisë. Sipas hetimeve të para dhe dëshmive të mbledhura, ngjarja nisi në lokalin e vogël Stropska, ku Denis Meçe, nipi i ish drejtorit të postës shqiptare Valter Gorës, i kërkoi Progës disa herë që t'i dridhte një cigare. Pasi Egli Proga ja bëri gati, Meçe i tha të shkojë ta marrë, por situata u tensionua dhe Denis Meçe u fut në lokal duke shkaktuar një debat me të ndjerin. Burime nga vendngjarja tregojnë se gjatë konfliktit Leonida Guçe e goditi brenda lokalit Progën dhe më pas, pasi viktima kishte dalë jashtë, Denis Meçe e goditi me grusht në kokë. Përplasja ishte e ashpër. Koka e 42 vjeçarit u përplas me një makinë të parkuar dhe më pas me asfaltin. Pas disa minutash mbërriti autoambulanca, por transporti në spital nuk ishte i mjaftueshëm për të shpëtuar jetën e Progës. Ekspertiza mjekësore ligjore nxori si shkak të vdekjes hemorragjin në cipën e trurit, hemorragjin në indin trunor. Ngjarja ka tronditur jo vetëm familjen e viktimës, por gjithë komunitetin e Pogradecit që kërkon drejtësi për një vrasje të kryer në publik përballë indiferencës së institucioneve
hetimeve dhe vonesave në procedurat hetimore. Pas hetimeve, autoritetet kanë identifikuar disa persona që janë të përfshirë në ngjarje. Denis Meçe, i akuzuar për vrasje me dashje kryer në bashkëpunim, aktualisht ndodhet në arrest shtëpie. Leonida Guçe, i akuzuar gjithashtu për vrasje me dashje kryer në bashkëpunim, e vendosur po ashtu arrest shtëpie. Arjan Manellari, i akuzuar për mos kallëzim krimi, me mas sigurie detyrim paraqitje. Voltan Shkulaku, i akuzuar për mos kallëzim krimi, gjithashtu me mas sigurie detyrim paraqitje. Andi Shkulaku, i akuzuar për mos kallëzim krimi me detyrim paraqitje. Hetimet kanë nxjerrë në pa se disa nga të dyshuarit kanë penguar zbardhjen e të vërtetës dhe nuk kanë raportuar ngjarjen siç duhet. Kjo ka shtuar ndjenjën e padrejtësisë tek familja e viktimës dhe tek komuniteti. Familjarët e Progës dhe qytetarët e Pogradecit kanë organizuar protesta duke marshuar me qirinj dhe fotografi në duar për të kërkuar drejtësi. Jonida Proga, motra e viktimës, ka deklaruar se dhimbja dhe revolta janë të papërshkrueshme, ndërsa kërkesat e tyre për ndëshkimin e përgjegjësve nuk janë marrë seriozisht nga institucionet. Ngjarja ka nxjerrë në pa problematika të mëdha në sistemin ligjor shqiptar, duke treguar se vonesat, mosveprimi dhe mungesa e përgjegjësisë mund të kthehen në tragjedi të papërshkrueshme. Publiku mbetet i shqetësuar se lirimi i autorëve të dyshuar dhe masa e lehtë e sigurisë nuk përputhet me rëndësinë dhe brutalitetin e ngjarjes. Hetimi i prokurorisë ka pasur në probleme të shumta, pamjet e kamerave të sigurisë, të cilat mund të ndihmonin në identifikimin dhe vendosjen e përgjegjësisë, u fshin pjesërisht ose u manipuluan. Ky fakt ka shtuar vonesën dhe ka bërë që qytetarët të humbasin besimin tek drejtësia. Nga ana tjetër, autoritetet janë përpjekur të përshkruajnë ngjarjen si një konflikt për motive të dobëta, duke fshehur dhunën dhe faktin se Proga u qellua për një arsye konkrete që lidhet me kërkesa financiare. Vrasja e Egli Progës nuk është vetëm një tragjedi personale, ajo është një reflektim i qartë i dobësisë së sistemit ligjor dhe i pasojave që mund të kenë mungesa e përgjegjësisë dhe vonesat në hetime. Qytetarët kërkojnë drejtësi dhe ndëshkimin e të gjithë përgjegjësve, ndërsa familja e viktimës mbetet me dhimbje të thellë dhe ndjenjën e pafuqisë përballë institucioneve që duhet të mbrojnë jetën dhe sigurinë e qytetarëve.